ujku, vazhdo ujku atje që të thanë. Pse projekt ligji i trajton njësoj të gjithë zyrtarët e kësaj administrate, pa bërë dallim në funksionet që ata kanë? Së dyti, cili është argumenti ligjor i cili justifikon ndalimin total të profesioneve të licencuara edhe kur ato nuk lidhen me institucionin publik? Së treti, a ka një vlerësim se sa profesionist do të largohen nga administrata sot si pasoj e kufizimeve që ju paraqisni nëpërmjet tij? Çfarë garancish ka që ky ligj nuk do të përdoret në mënyrë selektive për të përjashtuar individ të caktuar nga funksionet të ndryshme publike? Dhe pyetja e fundit është, përse ky ligj është kaq i gjerë dhe kaq teknik, vjen si propozim nga ju pikërisht 2 kolege deputete dhe jo nga qeveria? Si është hartuar realisht ky draft? Faleminderit. Faleminderit. Ka dikush tjetër nevojë për të bërë pyetje apo të japim kohën për përgjigje nismëtarëve? Okej. Shiko, edhe unë po insistoj të pyetja që bëri kolegja. Më thënë, fusha e veprimit të një deputeti është ajo që është, e përcaktuar shumë qartë në kushtetute, në statusin e deputetit. Ndërkohë, një deputet nuk është njësoj si një drejtor qoftë regulatori, AMF të themi, AK, ku dy unë tjerë mëna që menaxhon interesat të drejt për drejta, por nuk është gjithashtu as i njëjtë, ta themi me një drejtor të një agjencie ekzekutive qeveritare. Se s'du të përmendemra, se s'du të krijoj konotacione negative, por tani një vit deputeti dhe një vit drejtori që prej 10 vjetësh, 12 vjetësh ka menaxhuar interesa drejt për drejta, fjala bie, në cilin do sektor, ka menaxhuar tendera e ku diun e tjerë me radhë, nuk shkon. Nuk shkon ndalimi. Më thënë, kur kemi diskutuar për këtë gjë në një komisión që u krijua këtu në parlament në fillim të këtij viti, kemi diskutuar patjetër për të mbrojtur veprimtarinë aktuale të secilit drejtues në momentin që del. Pra, kemi pasur një ide shumë qartë për atë që del. Po tani ta lësh një drejtor që ka menaxhuar miliona euro, vetëm një vit, pa punësuar në një kompani private në sektorin që ka mbuluar, nuk shkon. Prandaj e gjej me plot të drejtë pyetjen që bën kolegja. Ka drejtues, veçanërisht në ekzekutiv, të cilët mund të shfazohet në kohë, mund të shfazohet në vite, ta themi, koha e konfliktit tyre të interesave pasi dalin nga puna, pasi ikin. Nuk mund ngelet një vit për të gjithë. Nuk shkon. E dyta gjë që kam, ka disa përcaktime këtu që kam përshtypjen meritojnë zhvillim deri në fund. Tani, mënyra e jetesës e kuptoj shumë qartë, e tjerë më radhë vjen nga atje për te e ku di unë, po se tjetri atë po i thosha një kolegu ton këtu matan. Ka pantallona me arna që janë për mod. E që bëjnë dhe 400 euro, dhe 500 euro, dhe 600 euro të merat. Tash si do përcaktohet kjo mënyra e jetesës, etika e të veshurit, e ku di unë tjerë merat. Ka tuta që bëjnë 1000 euro. Tuta. Bëjnë 1000 euro. Ka tuta që bëjnë 50 euro. Tash janë ca përcaktime që mund të krijojnë konflikt madh nesër. Ose mund të përdoren për ku di unë. Çfarë do të gjë? Dhe fundi gjë që kam, dhe këtu s'kam turp ta them këtë gjë në fare. Tash deputetit këtu i ndalohet që të kryejë çdo lloj aktiviteti tjetër. Do bëj vetëm deputetin dhe asnjë gjë tjetër. Asnjë gjë tjetër, përveç mësimdhënies, t'japi mend. Përveç kësaj asnjë gjë tjetër. Tash mi dakord, unë jam deputet i qytetit. Po ka deputet që vijnë nga zonat rurale. Edhe që
ka 1 hektar tokë më atje, duhet i bëj uzmetin asaj gjë, se s'ka krah pune tjetër atje. Që do shkoj do marri punëtore, lej nam. Ja deputeti si Beu që shfrytëzon krahun e punës tash. Nuk shkon tash. Janë ca gjëra që mi dakord, duhen kufizuar ke deputeti, edhe duhet kufizuar fort. Por tani që të shkohet në ekstrem nuk ka sens. Përsa kohë që ai deklaron, dhe deklaron edhe të ardhurat, deklaron edhe në momenti që nuk përfiton asgjë nga ai që është interes publik apo që është para publike. Edhe fundit gjë që kam është, shikoni, ne kemi futur këtu disa kategori të cilat nuk janë në ligjin për deklarimin e kontrollin e pasurive. Për shembull, këta tatimeve dhe doganave nuk janë atje. Tani nëse i fusim këtu, detyrimisht duhet i çojmë edhe atje, se nuk bën sens më gjëja. Thash se gjithë turën deputeti, po ujku vazhdo ujku atje që të thanë. Faleminderit. Ka dikush tjetër ndonjë pyetje? Po. Pra ajo që sugjerojmë është që të rishikohet parimi proporcionalitetit, pra kufizimet. Njërë pyetjeve dhe pastaj bëjmë diskutimet e sugjerimet të bëjnë. Rregull. Jeni gati të përgjigjeni pyetjeve që bëri zonja Allolli? Nderuar koleg, shumë faleminderit për gjitha pyetjet edhe sugjerimet. Në fakt, ashtu siç edhe kryetaria e komisionit e shpreu shumë fillim, ky është një projekt ligji i cili ka një interes të gjerë, edhe nga pikpamja e pozicionit të deputetit, por edhe në shumë prizme të tjera të cilat trajton në të gjithë kategoritë e zyrtarëve publik. Dhe ne jemi shumë të hapur për të gjitha sugjerimet të cilat do ta përmirësojnë këtë projekt ligj deri në miratimin përfundimtar të tij. Për sa i takon pyetjes së parë, pse projekt ligji trajton njësoj zyrtarët, në fakt projekt ligji i propozuar në opinionin tonë si nismëtare nuk i trajton njësoj të gjithë zyrtarët dhe ka një përcaktim të veçantë. Pra ka një përcaktim për sa i përket territorit kur vjen në raport me zyrtarët lokal. Ka një përcaktim që ka të bëj me mënyrën se si deklarohet. Pra ka një kategori zyrtarësh të cilët duhet të deklarojnë vetëm në ato raste, pra të përdorin rastin e deklarimit rast pas rasti, vetëm në rastet kur vendimarrja e tyre do të parashikohet ose është e mundshme për të sjellë një konflikt interesi. Pra, ky projekt ligj i propozuar nga ne në frymën e tij konsiston në një qëllim themelor që ka të bëjë me parandalimin e ardhjes së pasojave të konfliktit interesit dhe kjo ka çuar në zgjerimin e numrit të zyrtarëve, e kategorive të zyrtarëve, por mënyra se si këta zyrtarë të kategorive të ndryshme deklarojnë është sigurisht e ndryshme. Për disa detyrimi, për ata që janë në pozicione drejtuese, është deklarim vjetor, ndërkohë që për një pjesë tjetër të zyrtarëve lidhet vetëm me ushtrimin e funksioneve të tyre në sferat të caktuara dhe është deklarim i rast pas raste. A ka një vlerësim se sa punonjës do të largohen? Ligji e parashikon largimin nga puna vetëm si masën më të rëndë të ndërmarrë në rastet e konfliktit të interesit, por ka të përcaktuar disa tipologji të tjera zgjidhjesh, që janë mbi 4 zgjidhje, se si mund të zgjidhet një rast i konfliktit të interesit pa e detyruar zyrtarin që të largohet nga pozicioni që mban dhe duke mos shkaktuar konfliktin e interesit dhe pasojat e rënda që vinë prej tij në funksionimin e institucionit, në financat publike e kështu me radhë. Mendoj që pyetja sa selektive janë është një pyetje politike dhe retorike dhe jo teknike, kështu që unë nuk do t'ja përgjigja. Si është hartuar ky draft, pasi ka marrë, pasi është vënë re se
Ligji pari konfliktit interesit, pra i 2005-ës, ka qenë një ligj më i kufizuar në përkufizime, ka qenë një ligj më i kufizuar në kategori, ka qenë një ligj i cili nuk parashikonte të gjitha rastet e konfliktit të interesit që parashikon projekt ligji i ri, por duke vënë re se funksioni i LDKP-is për të gjitha rastet e zyrtarëve, të cilët ishin deklarues dhe në fakt në momentin që bënin deklarimin, deklaronin edhe interesat private dhe ka treguar që funksiononte për këtë kategori zyrtarësh duke sjell një efekt pozitiv, atëherë u mendua që ky boshllëk të plotësoheshe edhe për të gjithë kategoritë e tjera të zyrtarëve për të shmangur çdo pasojë të mundshme që do të sillte një konflikt interesi dhe për ta parandaluar atë, sepse efektet për të zgjidhur në rast se konflikti interesit ka ndodhur, të gjithë bashkë dim që janë shumë të larta për buxhetet e shtetit. Kështu që në këtë rast lindi nevoja, pasi është bërë drafti i parë, është konsultuar me partnerët e Bashkimit Evropian, janë reflektuar edhe sugjerimet e dhëna nga ata dhe kemi arritur në këtë draft të cilin ju keni sot përpara, në këtë projekt ligj që ju sot keni përpara, dhe që padyshim mund të ketë pika për të cilat mund të ketë nevojë për përmirësimin e përkufizimeve, përmirësimin e përcaktimeve, siç është rasti i sugjerimit të bërë nga kolegu Braça, që në fakt pasi e shkruan një projekt ligj ke kohë që gjatë diskutimeve dhe sugjerimeve dhe të rishikosh konceptin, nuk ka qenë në fakt qëllimi jon kufizimi deri në këtë mas, për këtë arsye, ndoshta do të jetë një pikë e cila edhe në komisionin përgjegjës do të diskutohet edhe pas sugjerimeve të dhëna nga ju dhe mund të reflektohet në ndryshimet për projekt ligjin. Besoj pjesa tjetër ishin vetëm sugjerime. Ti Xhaferi? Atëherë, përsëri ne do i qëndrojmë pak ashtu siç e mendon dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike, që ky ligj është i gjerë dhe i ashpër, pra ka një shtrirje vertikale dhe horizontale dhe në nivelet më të ulta të drejtuesve. Ndalohet totalisht ushtrimi i profesioneve të licencuara, pra si avokat, pedagog, noter, ekspert kontabël, njerëz që e kanë një rregullim në jetën e tyre profesionale dhe duke u ndaluar totalisht ky ushtrim, do sjellë një largim të trurit ekspert nga administrata publike, sepse normalisht nuk do ju lejohet për të qenë dhe në administratë publike, por dhe për të qenë profesion të licencuar të lira. Ka një cënim të proporcionalitetit, pra të sa konflikti interesi ka një drejtues duhet të jetë i rregulluar sipas proporcionalitetit që ai ka me aksesin në fondet e përbashkëta të buxhetit apo në dëmet që ata mund të sjellin. Dhe normalisht do ketë një rrezik të zbatimit arbitrar. Ne propozojmë që të rishikohet ky parim i proporcionalitetit, pra kufizimet të vlejnë vetëm për funksionet që kanë lidhje drejt për drejt me përdorimin e fondeve publike, prokurimet, licenca apo dhënien e autorizimeve shtetërore. Të ketë përjashtime të qarta ligjore për profesionet e rregulluara, pra për avokat, kontabilist, pedagog universitar dhe ekspert pavarur, kur aktiviteti tyre privat nuk lidhet me institucionin ku shërbejnë. Të vendoset një mekanizëm etike të pavarur për raste të konfliktit potencial që të lejojë autorizime individuale nëse nuk ekziston ndikim real mbi interesin publik. Dhe të ketë një analizë kosto-përfitim që tregojë që kostoja e humbjes së ekspertëve është më e madhe se rreziku teorik i konfliktit të interesit. Tani, ne kemi pasur ligjet e konfliktit interesit, por në rastet e fundit të korrupsionit, shohim që këto konflikte në letra mund të ekzistojnë dhe ka pasur shmangje me skema të ndryshme, si skema 5D, si skema 5B, i shohim se si bëhen, pra. Krijojnë kompani 100% prestanom dhe pastaj kalojnë përsëri fondet aty. Pra, korrupsioni nuk luftohet vetëm me ligje të ashpra për konflikt interesi, por luftohet me vullnet politik dhe me vullnet për të mirë qeverisur. Kështu që më shumë do duhet fokusohemi se si do ndalojmë ato skema të cilat po bëhen të shumë thishta dhe të zgjeruara në të gjithë administratën publike, se sa të sjellim ligje që do largojnë njerëz të ndershëm që mund të jetë antar bordit diku, këshilltar ministrie diku dhe pastaj ai do largohet sepse në fund ditës do shohë ekonominë vetjake të familjes tij në profesionet e rregulluara dhe të licencuara që ekzistojnë sot në tregun shqiptar. Faleminderit.